dum. Turitara dum dum. Turitara dum dum. Turitara dum dum. Turitara dum dum. What you see, turutara dum dum. What you feel, turutara dum dum. What you need, turutara dum dum. Dum dum dum. Dum dum. Dum dum. Albania, attention. Albania, attention. A jeni gati me kësi sonde me mu këtë bashk? Shkojmë! Regaton! Yo! Castro! Bella kettina bajtina kumbala vina pontina sänga. Mella vina kunna pontina della vina humbala dina la humba. Kalla bella batsumma la domba. Mela hela la panta. Kalla humba la domba. No. Bravo! Edhe pse je kontingenti i UFOs, po pa UFO do ishim ne more zotri. Unë do të po nga vjen ti o trim. Kështu ta si ata të moçmit. Vetëm ja po këtë të tjerë. Jo, Vetëm. vet. Sa ato zërat e tjerë kush i bënde? Gjitha i bërë, po i bëj vetëm nga unë. Për mua i magji. Faleminderit shumë. Faleminderit. Një fenomen. Faleminderit shumë. Je i jashtëzakonshëm. Unë për isi këto me boksa nuk para njës, po ti je një nuk di qatë të them. Faleminderit shumë. Sa mirë do jetë që këto partit tona të marrin në përfushata, si e ti i ngre në hajër të gjithë. Bravo. Faleminderit shumë. Betim,
Nxirre atë ufon e vogël gjelbërt që e ki mbark. Do e çosh. Nuk po moj me besu që vetëm një njeri i bërë gjitha këto, kalove në për gjitha zhanret, Peo si ku e elektronik, zaltua reggaeton. Castro ishte atje mbrapa. Po pra dhe Adelina tha që nxirë atë alienin e vogël që ke brenda. Alien, ja, prap me alien. Po atë Po morën. atë thash unë, ashtu thash. Koni me i vëmën që plutë. Jo. Betem ma marën. Faleminderit. Po çfarë themi për ty, bëj mua E pabesueshme, Futja do tre fjalë. je i pabesueshëm, je fantastik, ende nuk po moj me besu që një njeri mund t'i bëj gjitha këto. Klum. Faleminderit shumë, Adelina. Faleminderit. Betim, ti sonte besoj se na paraqitet të gjitha llojet e biteve dhe ritmikave të ndryshme dhe kombinacioneve të ndryshme që mund të ekzistojnë. Ke qenë Faleminderit shumë. për te imagjinatës, një surprizë shumë e madhe për mua, por çfarë më impresionoi akoma më shumë është se për te ndryshe nga beatboxerat e tjerë, ti ke edhe veti vokale, sepse në një moment ti jo vetëm këndove disa nota që mua më mjaftuan për të kuptuar se çfarë di të bësh ti me zërin si këngëtar, por bëre edhe këndimin harmonik. Kjo gjëja, që është e papar. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kështu që unë jam thjesht pa fjalë. Faleminderit që më në fund vendose të dalësh nga fshehja, se ishe fshehur gjithë këto vite se nuk të kemi parë, dhe ta tregosh talentin tënd në Albania's Got Talent. Bravo. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe unë vazhdo, Elsa si ishe doli nga fshehja? Po. Doli nga fshehja. Dole nga fshehja, sepse nuk Është interesante për titull këngë, doli nga fshehja. Përdore. Po njeriu Të kur drejtat e autorit e dua vetë. Në rregull. Se për ndryshe do t'jem dhe unë i gjykuar. Po ky është Votat janë blerë. ky është tjetër, e kush është vler? Are se do ta marrin njerëzit se jemi vërtet të çmendur, flisin normal. Po jemi. Çfarë thot? Jemi. Wow. Pak jemi. Betim. Ose ashtu, se s'kan piruj. Më duhet të formuloj fjalitë e sakta për të nxjerrë realisht atë që vërtet mendoj në mënyrën më të mirë dhe madhështore kundrejt asaj që ti e ke talent. Je i jashtëzakonshëm. Faleminderit shumë, Castro. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Suksese. Sa më pëlqen energjia që po përcjellni sonte, energji që na duhet, energji që i duhet sidomos konkurrentëve që pritet ngjiten në këtë skenë, këtë gjysmë finale. Ndonjëherë edhe ndonjë pushim i vogël u shërben atyre sepse më besoni, emocionet janë shumë të mëdha, çdo minutë mbase që vlen pa diskutim, u shërben atyre për të bërë gati për të sjellë më të mirë në skenë. Tani ne ju sjellim përmes një hapësire publicitare më të mirin, një prej mbështetësve kryesor të këtij edicioni dytë të Albania's Got Talent, që është Golden Eagle. Faleminderit për mbështetjen Golden Eagle. Për të ndjerë më energjik, për të ndjerë pse jo edhe më të rinj. Golden Eagle. Faleminderit, rikthehemi në skenën e Albania's Got Talent. Vetëm pas pak në ekranin e Vision Plus.